Dita e katërt në Barcelonë ka filluar prapë me një mëngjes dhe drejt metro. Hajde shkojna në Park Güell bashkë. Kina gjetë një rrugë shkurt me Iran. No way, njerëz gjetë një pemë me mandarina. Një me limona. Edhe është koxha një rrugë me ejtë. Një që shkolljen. This is reality. Edhe kemi mbrit. Park Güell në fakt i ka dy pjesë, është një pjesë më e madhe me gjelbrim ku mundesh me ushqetit, me ecë dhe me shku te kjo pjesa manal ku e keni pamjet krejt Barcelonës. Edhe është pjesa tjetër kryesorja ku është fillimisht kjo si terrasë. Çfarë pamje e kemi? Duket komplet Park Güell dhe Sagrada Familia. Poshtë është një herë kjo pjesa që duket si shpellë, mas ne vazhdon te kjo pjesa që duket si tempull, edhe në fund është parku me shtëpiat e pjesët e veçanta, edhe këto krejt dizajnuar prej Gaudit. E prej Park Güell kemi vazhduar te plazha Barceloneta. Që ky moment u kon kur ju kom lakmu mas shumë të njerëzve që jetojnë afër plazhës. S'ko mujt me dëru pa hik patikat e me ecë pak në zonë. Nëse alo nuk e dini, unë jam njeri i verës, detit. Njerëz po du me shku me shti kohën pak në ujë. Golf ftoftu kon, ama u kon prej momenteve më të mira gjatë udhëtimit në Barcelonë. E dita ka përfunduar te restorant Luigi, që ky është restorani më i mirë që jemi kon në Barcelonë. Ushqimi u kon 10 prej 10, prej paragjellës e deri te ëmbëlsira. Doni me provu nëse vetë shkoni në Barcelonë.